ta shohim një prononcim nga zyrtarët komunal se për çfarë arsye dy kompani morrin tendere për të njëjtën punë. Përshëndetje me emisioni 05, pas shumë kërkesave dhe mesazheve që kemi pranuar në rrjetet tona sociale, jam sot këtu tek stacioni i ri i autobusëve në qytetin e Ferizajt. Emisioni 05 ka pranuar mesazhe se është bërë një ndrym i peronëve. Realisht ky stacion autobusëve nuk është funksionalizuar vetëm për këtë arsye deri më tani, të paktën ashtu siç kemi mësuar nga bashkëqytetarët tonë Ferizajas. Jemi sot këtu prezent për të shikuar se për çfarë arsye është ndruar kohja e peronëve. Një autobus është dashur që sipas kompanisë e cila i ka realisht këtu punime, është dashur të hyjë në këtë formë. Mirë po, komuna e Ferizajt ka bërë një ndrym, duke vazhduar me shtrimin e pllokave dhe duke ndruar komplet kohjen e peronëve. Po besoj që edhe kamermani tashmë po e fokuson. Deri këtu kanë qenë pllokë, ndërsa tashmë është nga kjo pllokë. Është një kompani tjetër e cila po mirret me këtu punime. Ta shohim një prononcim nga zyrtarët komunal se për çfarë arsye dy kompani morrin tendere për të njëjtën punë. Thërë nuk është bërë një gabim aty, mirë, por në projekt ka qenë kështu, kur e kemi dolë dhe kemi po gjendjen faktike në Tiranë, e kemi paraqos që nëse i kthejmë në diagonale do të na dalë më mirë dhe të kjo mënyrë që është në projekt, nuk është një gabim, mirë, por është një ndrym në Tiranë, gjë që na dalë më mirë neve ne ka rrit numrin e peronëve, numrin e parkimit të autobusëve dhe besoj që lehtëson shumë më shumë punën që sa që është paraqos në projekt. Jo, kosti i shpëtimit është e paraporë në projektin e portëve. Kjo është edhe kjo e dyta që është ndërhyrja e kësaj që ka ndodhur, është i parapritur të projektit portë. Nuk ka ndërhyrje kur gjë tjetër në kosto është e njëjtë, nuk ka rritje në tek buxhetor s'kem burxhon. Jo, ajo ka qenë e njëjtë, ne do të nuk është bërë pranim me lot teknik, kështu që ne do të kemi bën ndryshimet duke po gjendjen Tiranë dhe faktike që na dalë më mirë nëse bëjmë diagonale. Nuk është ndonjë kosto shumë e madhe, do vije janë bu. I kemi ndruar me tjera dhe besoj që i kemi për të mirë. Nuk kemi dashur me bëu më sa më shumë. Ne do të në fillim të muajit maj parashit dhe nëse vazhdojmë me çujinë e punimeve që kanë me disa detaje të vogla, besojmë që në fillim të muajit maj do të fillojë funksionalizimi i stacionit të autobusëve. Ta shohim një prononcim nga zyrtarët komunal se për çfarë arsye dy kompani morrin tendere për të njëjtën punë. Thërë nuk është bërë një gabim aty, mirë, por në projekt ka qenë kështu, kur e kemi dolë dhe kemi po gjendjen faktike në Tiranë, e kemi paraqos që nëse i kthejmë në diagonale do të na dalë më mirë dhe të kjo mënyrë që është në projekt, nuk është një gabim, mirë, por është një ndrym në Tiranë, gjë që na dalë më mirë neve ne ka rrit numrin e peronëve, numrin e parkimit të autobusëve dhe besoj që lehtëson shumë më shumë punën që sa që është paraqos në projekt.